Një numër i madh qytetarësh të Ulqinit morën pjesë në një protestë masive kundër asaj që ata e konsiderojnë si shitjen e Ulqinit tek investitorët arab që kanë premtuar ta kthejnë atë në një Dubai të dytë. Protesta u organizua nga komuna e Ulqinit në malin e Zi, e cila kundërshton vendimin e qeverisë malazeze për dhënien e një pjese të Bregdetit për investitorët arab, duke theksuar se nuk janë përfshirë në procesin e vendimarrjes dhe konsultimeve. Sipas marrëveshjes së qeverisë malazeze, një pjesë e Bregdetit, prej 12 kilometrash plazh, që njihet ndryshe dhe si plazh i madh, do t'i jepet investitorit arab Muhamed Al Abar për 99 vjet. Ky vendim ka shkaktuar shqetësim tek qytetarët dhe përfaqësuesit e komunës. Protesta organizohet si reagim ndaj tentativës për dhënien me qira dhe privatizimin e hapësirave publike bregdetare, përfshirë plazhin e madh, një pasuri e përbashkët dhe simbol identitar i Ulqinit dhe banorëve të tij, theksohet në njoftimin e komunës së Ulqinit. Komuna bën me dije se në këtë protestë morën pjesë përfaqësues të gjitha partive politike në kuvendin e komunës, shoqëria civile dhe mbar trevat, si dhe qytetarë të shumtë të bashkuar për të mbrojtur pronën publike dhe të ardhmen e qytetit